E tani shikues të dashur, si që përmenda edhe në fillim, e kemi një bisedë në studio për gjimnastikën artistike që po vazhdon të zhvillohet në Kosovë, duke tërhequr gjithnjë më shumë të rinj në këtë sport. Kampionati i Kosovës së gjimnastikës artistike 2026 ka mbledh garues nga klube të ndryshme të vendit si sportistë nga Shqipëria, duke shënuar edhe bashkëpunimin e parë zyrtar mes dy federatave. Për të folur për organizimin e kampionatit, nivelin e garave dhe përvojën e sportistëve, sot kemi në studio kryetaren e Federatës së Gjimnastikës së Kosovës, njëherë trajnere, si dhe një nga pjesëmarrësit e këtij kampionati, nën kryetarja Shira Aliçaj Qerimi dhe njëra ndër pjesëmarrësit Hira Elshani. Mirëmëngjesi dhe faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne. Mirëmëngjesit, faleminderit për ftesën. Mirëmëngjesi Hira. Mirëmëngjes. A ke pritur mu sot? Jo. Faleminderit shumë që jeni këto dhe urime Hira për të gjitha këto medalje që po i shohim, edhe pse po mujna me marrë me mend që nuk janë të vetmet, por si që dim, Hira në këtë kampionat, në 3 disiplinat në kategorinë e saj, ka marrë vendin e parë, apo? Po. Tregona pak njëherë në fillim pak për kampionatin dhe si e vlerësoni kampionatin e gjimnastikës artistike të këtij viti. Me të vërtet ka qenë një sfidë e madhe për shkak të hapësirave, palestrave që nuk po kem ende palestër adekuate për këtë sport, mund ta quaj sportin më të bukur që mundet me ekzistu. Organizimi ka qenë ndër mënyrat më të mira të mundshme që kena mujt me bo na si organizator, po a ka sfida, ka sa dush për shkak që e ceka dhe më herët të hapësirave që nuk po mujna me mbajt ashtu siç na kena dëshirë, po shpresoj që në vitet në vazhdim kena më organizuar në mënyrën më të mirën të mundur, edhe besojna dhe shpresojna që do të organizojmë edhe kampionatin ballkanik në viteve të ardhshme. Po tregona pas Hirës normal ka pas edhe pjesëmarrës të tjera nga ju. Tregona cilat vende u morën nga ato. E ki fjallën për shembull, unë e vi nga klubi gjimnastikës Fushë Kosovë, po, kena edhe gjimnastë të tjera, ka qenë përveç Hirës, kena pas edhe juniore, ka pas edhe ma të vogla se Hira, ka qenë Flutra, Fleta Kadriu, Jara Hasoli, Adeja Shala, Djelona Azemi, isha Elisa Bugaqku, plot e plot gjimnastë të tjera, ishallah nuk po e harroj dikan, Vera Hasani, në kategoritë të ndryshme, do me thonë të gjitha nga to, kanë treguar një performancë të shkëlqyer, po kanë marrë edhe medalje. Kanë marrë vendet para, vendet dyta, vendet treta, po Hira ka qenë ajo që i ka marrë të gjitha vendet dhe për atë arsye Hira në kategorinë e vet është shpall kampione e Kosovës për vitin 2026. A ka sportistët mira në gjimnastik, ka së të dush, vetëm na vyn punë edhe me dash këtë sport. Hira, ti je vetëm 10 vjeçare. Tregona pak qysh e ndihesh që je bo kampione e Kosovës në këtë moshë? Në ndihna shumë mirë, edhe trajnerat që më kanë uftru shumë për me arrit. Tregom që sa vite ushtron ti në gjimnastik? Në gjimnastik uftrej se 6 vite. Pse ke dashur më orë në gjimnastik me ushtru? Kur i kum po vojza tjera që janë të morë medalje, kum dashur edhe unë me e vazhdo gjimnastiken. Na peshojmë edhe Hirën në dalje, ku peshojmë me plot medalje si sot, edhe me një kup në dorë. Tregona pak Hira, çish ndihesh kur i merr këto medalje? Ndihna shumë mirë. Tregona edhe për medalje tjera në cilat vende ke marrë pjesë dhe cilat vende i ke marrë, cilat medalje? Në Gjermani e ku marrë vendin e 3, në Itali vendin e 2 edhe 2 vende treta. A ke pas frikë kur ke shku atje? Se ma ndryshe është me marrë pjesë në Kosovë, po ma ndryshe në vende tjera. Nashta ke pas pak frikën që ka njerëz tjerë të huj, nuk i ke njoft? Pak jam konë. Po, sa është e vështirë me punu me mosha kaq të vogla për arsye sepse është pak edhe përgjithësi normal kuptohet? Është me të vërtet kënaqësi. Shpesh herë ju tham edhe në familje, shkoj qaq shumë e lodhne, po kur ti shoh sidomos këto moshat e vogla, se të na vinë fëmija shumë të vegjël edhe rriten deri në moshën 18 vjeçare më nalt. Do të thonë kena vajza që tash janë në shkollën e mesme, kanë filluar qysh të vogla, 4-5 vjeçe, është kënaqësi edhe qaq shumë familiarizohemi me to, unë i ndij sikur me qenë vajzat e mia. Në ekstrem është kënaqësi e madhe me punu me këta fëmijë. Është diçka, është e papërshkrueshme, nuk po më as me thonë, qaq shumë që është mirë me punu. Asnjëherë nuk ndihna në stres. Në stres ndihna vetëm ngara, mundohna
qatë shumë me punu, që në gara me dollë, unë e si trajnere mirë, dhe mos me një vetën ke që unë nuk e ku mba një punë duhur, që këta nuk pëmujnë me arritë sukses. Po këta qatë shumë i ka plën emocioni, dhe më thonë, ka pas raste se shumë atë mira kanë qenë në stërvitje, se sa që kanë të regu sukses në përgara. Po me të vërtet, nuk është sport i letë, është sport shumë i bukur, po është sport që do shumë punë, vullnet, guxim, gjitha gërshëtohen bashkë, mandej del një sukses prej gjitha këtyre. Për sa ko para kampionatit është dashtë me u përgadit për kampionat? Valaj një 5-6 muj. Puna do të me qenë e vazhdushme. Gjimnastika është një sport që nuk do në pushim. Një pushim normal 5-6 dit, sa me kalu detin edhe në kuhën e garave, normal të gjimnastët që janë taman, të rrituna, asë qatë pushim. Edhe në vendet jashtë, do më thonë, në Europë, këtë do tjetër, kohën e pushimeve shfrytëzojnë mas shumë të i për më stërvit, sepse nuk kanë asë mësime, asë obligime tjera, kështu që gjimnastika do punë. Nuk është një sport që dënë me pushu një mujdet e mu këthy prapë, po dënë punë vazhdushme në qofë se na dojna me pas suksese. Na gjimnastike mujna me lonë edhe si aktivitet lirë, po në qofë se na dojna me pas sukses, dohet punë e vazhdushme. Me këto kushte që i kena, nuk jena larg Evropës, nuk jena larg botës, edhe vajzat tona janë të mira, edhe vajzat tona kanë talent, edhe janë të edukume, kështu që vetëm i urej suksese. Sa klube kanë marrë pjesë gjatë këti kampionati, përveç klubit tuaj? Parafërsisht? Parafërsisht 5-6 klube. 5-6 klube, janë të registru me dikon 15 klube, po normal ka qenë kampionat, sepse na organizojna edhe nivellet tjera, për shamull e kemi edhe nivelin B, kemi nivelin C, për shamull të nivellit C, këtë vetë kanë marrë pjesë 250.000. Tash, me sa e di, në qofë se nuk gaboj, në kampionat kanë qenë dikon 54-55.000, e kena pas nivelin B, që ka qenë ofër 100 fëmijëve dikon, dhe më thonë kena edhe gara tjera. Nuk do të që kena veç kampionatin, po për më ardërit e kampionati, normal që mohan edhe ligat e tjera, për mu afsu fëmija deri te ma e mira. Sa është sfiduse me gjithë këta fëmijë? Më marë normal, sidomos edhe kur të është një ditë me thonë e rëndësishme si kampionati? Me të vërtet është lodhje shumë e madhe. Stres normal, apo lëndohet, as po lëndohet, qysh po del, qysh po njihet si fëmi, ka raste kur për shembull qatë që me kaplojnë emocionet, nuk është në gjendje me hinë as në garë. Normal që është pak stres, po nuk mëj me thonë që nuk mëjna me jadal. Jem një, ju që po du me ta thonë, po jem një federat e mrekullueshme. Edhe pse jem normal garu skundërshtar me njëni tjetrin, ka njëherë kena edhe hidhërime mes njëni tjetrit edhe krejt, po me të vërtet raportet tona janë për çdo lavdat. Momentin që është një hapësirë e tillë dhe duhet për kushtim dhe lodhje jo shumë e madhe, normal lodhje kuptohet, por zakonisht bëhet si një familje e dytë, edhe sidomos kur ke përgjegjësi për vajza të reja, sidomos çfarë do lloj moshe kur është përgjegjësia tek ty, ajo mund të krijohet edhe si familje, në çdo staf të punës, në çdo ekip bëhet si familje. Po Hira, duhet më na tregu pak se cila u kon pjesa më e vështirë gjatë garës? E ke pas një frikë pak. Të rohë edhe partire shumë pak. Pse? Se ti. Tregona pak qysh kajlën me shoqat, se ju keni edhe një ekip këgjat madhe, edhe besoj që kajlën i mirë. A keni bashkëpunim bashk? Po. Qysh të bëmë unik kur i ki shoqët e tua dhe kur ishe shoqët, kolegët që ato, dhe ato po marim vende ndryshme? Shumë mirë. Shumë mirë. Po. Hira është punëtore shumë e madhe, ka fjallë pak, e ka punë shumë, po. Hira nuk ka shumë fjallë, se normal si bota e fëmijës që është, ka diskutime, jo ma në zonë e renin, jo s'ma zonë e renin. Hira është botë në vete, është punëtore shumë e madhe, e dënë këtë sport. Hira është rëmë prej moshës 4 vjeqe, Hira tash është 10 vjeqare, dhe më thonë që 6 vjetë është në gjimnastik. Fillimet e saja, begi ka qenë fështira, ka pos emocione, kur ka hingarën e parë, na ka qajt, s'ka dosh me hingarë, po tash Hira e ka pa, edhe është mësu me atë loj. Hira tash nuk ki frikë me hinë gara, po? Jo. Tash e kete i kalu frikën? Po. A e pratë me entuziazëm garën kër e ki, apo ke ki pak emocion? Ka njëherë kam emocione, po... I te i kalon. Qështë bëjmë mundita që to që i ke marë, të regova e që i kampionate e Kosovës, kur të është, apo ki dëshirë me të tjirë kampionate e Kosovës, a... Kampione. A kampione.
Qysh dëni? Qysh dëni? Sa është të rëndësishme më konë mbështetja e familjes për një gjimnaste, sidomos për një moshë kaq të hershme? Me të vërtet edhe për familjen është sfidë shumë e madhe. Bashkëpunimi që dëhet me qenë, tamam se që dëhet është trajner, prind, gjimnast. Prindi du të me të përkrohë qatë shumë, ju me qenë prind kritikus, sepse unë e mendoj që se cili njëri e ka profesionin e vetë, ka edhe për shembull raste kur edhe prind kritikojnë, ka raste, nuk po them të klubim, po ka raste, po them, kur prindi e lunë rolin e trajnerit, rolin e gjyqtarit, po unë mendoj se secili prej neve duhet me pas vendin e vet. Prindi e ka për detyrë me sjellë në klub, me përkra, si nga ana financiare, si nga ana morale, çka do që është e mundur me i përkra trajnerat, po asnjëherë mos me qenë kritikus, sepse na kena dëshirë shumë të madhe që ta fëmijët tonë me dalë të partë, sepse mos të kishin qenë këta, nuk ishim as na këtu ku jem. Domethënë, as nuk kishim mujt me marr pjesë ngara mbrana vendit, as jashtë vendit, po mos ishin fëmijët. Kështu që dëshira më e madhe jone është me pas sa ma shumë suksese, kuptohet që edhe e prindit, po a do bashkëpunim jashtë zakonisht shumë. Prindi dohet me përkra sidomos të pjesa e ushqimit me sjell, nuk është letë. Për shembull ka pas nanë që me vite edhe sjell ende vajzën prej fshatit bardh i madh, ka qenë nanë e rregullt që asnjëherë nuk ja ka hub vajzës ushtrimet. Domethënë nuk është lehtë, as për prindin është sakrifisë shumë e madhe, nëse don me të vërtet me u bë gjimnaste, nëse don si aktivitet, se kena edhe prej aty në prindve që veç i sjellin, mandej i ndalin, jo pendali pak, jo pendali 2 muaj, jo pendali 3 muaj, gjimnastika ashtu nuk e don. Na nuk mujna asnjëherë prindit me i dal kundër, kur me vetë dëshirën e tina nuk don me sjell fëmin në klub. Kështu që dohet bashkëpunim jashtë zakonisht i madh, për ndryshe nuk mundet me pas sukses, sepse në momentin që fillojnë me na kritiku, fillojnë mos me na përkra, na nuk jena në gjendje mo me ushtru qatë fëmijë, jo pse s'dojna, po emocionalisht edhe na si trajner thehëm. Po sa në javë është nevojshme të mbahen stërvitje për gjimnastët? Çdo ditë. Nuk është e mjaft. Çdo ditë, 2 herë në ditë. Po, a mujna me arrit ato? Nuk mujna. Për shembull, unë nuk muj, sepse jam edhe mësimdhënëse, punoj në shkollën Selman Riza që 20 vjet. Para dite unë jam me nxënës, pas dite jam me këta. Dëshira jonë është shumë e madhe për me punu, po edhe nuk kena hapësira, si të kur kishim pas hapësira në momentin që unë e kisha përfundu mësimin, kisha shku në klub. Po janë hapësirat e zënta me sporte tjera, kështu që sa ma shumë stërvitje, aq ma mirë. 4 orë para dite, 4 orë mas dite është për një gjimnast e duhur. A është lodhje, po ne po të tregoj se sa shumë punë dohet për me ardhur deri te suksesi. Po tregona se apo rritet në vazhdimsi interesimi i fëmijëve për gjimnastikën? Me të vërtet po te klubi jon ka të interesum mjaft, po ka pas, para 2 viteve kena pas shumë të interesum. Ju e dini se Fushë Kosovën e kanë kaplu njerëz, fëmijë të ri krejt, po nuk e di ku është problemi, nështë edhe që kjo puna që duhet me sjell, me kthy, mandej oraret e mësimit janë shumë papërshtatshme, po nuk do të thotë që s'ka interesim. Është një sport që është të urrit shumë, edhe sidomos prej gjinis femnore, edhe ta ceki se gjimnastika nuk është vetëm për vajza, gjimnastika artistike është për vajza dhe për djem, asnjë sport nuk ka gjini, po me të vërtet prind nashta e shohin që se është sport i vajzave, po nuk ka sport vajzave. Sportet janë për të dikon. A ka në klubin e tuaj ndonjë? Tash e kem një djalë, kur ka ardhur ju më një shumë mirë, kena pas ma herët, kena pas dikon 2-3 djemë, fillimet e klubit kena pas veç me djemë. Kër kena hap klubi jonë është hap në vitin 2015, tash kena veç vajza, edhe një djallë, po që po më pëlqen të ideali që shumë mirë u socializu me vajzat, po bisedon, se zakonisht si të vjen një djallë, largohet për shkak që pas ka veç vajza. Po ju kësha bo thirrje gjithë prindve që me i sill edhe djemë që kanë talent për gjimnastikë. Ndoshta edhe e kanë si talent, por vetë fakti që e përmendet që janë të gjitha vajza, e kanë atë hezitimin që ndoshta ata janë vajza dhe nuk po vazhdoj, edhe ndoshta e ka talentin, por është hezitimi ai që nuk e lën me e shpreha talent. Po besoj që kjo... Mendoj që do të vedisohen edhe prind, edhe të gjithë që me i sill edhe djemë gjimnastik. Nuk do të thotë a është vajza, a është djalë, kështu që besoj dhe shpresoj që në të ardhmen kena me pas shumë edhe djemë. Hira, qka ki qef me vazhdu kur të rritesh edhe pak? A ki qef me vazhdu me gjimnastik? Po.
Më bo gjdo vetë më bo, se gjdo herë që i keni kampionatin e Kosovës, më konë kampion e Kosovës, apo? Po. Tregona pak edhe për familjen tënde. A kanë dëshirë që ti jetë gjimnaste tash? Po, shumë. A të përkrohen? Po. Qysh po një është tash që ke ardhë me na tregu, ju tregu shoqeve tua, që ti je bu kampion e Kosovës, që i ke marrë këto medalje, a ki qef që aty në qa ki qef aty në mi thonë? Që me vazhdu edhe ato? Po. Mi tregu talentet e tyra, apo? Po. Bravo. është kogja mirë nëse vetëm kemi kësi talent të rinj, sidomos prej një moshe kaq të hershme, edhe a mendon që në Kosovë ka talent edhe nuk e shprejnë, ndoshta edhe me një moshë kogja të madhe, por e kanë pasur si që përmendëm hezitimin dhe nuk e kanë shprehur. Gjimnastika në qofë si nuk fillohet, ndëgjëm, në qofë si nuk fillohet herët nuk mundet me pas sukses. Askush nuk janë ndalon më mirë me gjimnastikë, veç për shëndetin tanë të në qofë si dënë mund është më mirë. A mundet me pas sukses, nuk mundet me pas sukses. Gjimnastika ecë me nivele. Do më thonë, për me në shtetet në zhvillim, prej moshës 2-3 vjeqare i qojnë, do me thonë tashti me bo me njëherë ato elementet të vështira, po i qojnë që kur të bënë moshën adekuate, 4-5 vjeqe, veç e shtin nivelin e partë garës. Po do me thonë që dohet shumë heret me fillu me umerë me këtë sport. Por sa është të vështirë kur e përmendëm moshën 4-5 vjeqare? Është një moshë kogja e hershme për mu marë me një fëmi, sidomos me një sport. Po përgatitet tona fizike, kondicionale, edhe nga dal, hap pas hapi, kjo që është hira në që kena këto, edhe kena një gjimnaste Djelona Azemi, Djelona tash është në klasën e 7, të na ka ardhë kër i ka pos 4 vjetë. Do më thot, është e rritnë në klub të na, edhe une që të vajzat kej qenë moti, une i ndjesi kur me qenë të mijat, ka njëherë kena edhe do biseda me prind, kundërshtojnë, ajtë, këto janë vajzat e tona, edhe i thamë që une i ndjesi kur të mijat, nuk kam hiq asë ndjesi ma të vogël se sa që e kam për fëmijën e mi, sepse janë të rritën të na. Qka kishë mendu që ishtë dashtë viteve tjera të jetë ndryshe kampionati prej këti viti, vetëm përveç hapsirave? Asni sen nuk e kisha ndryshu, përveç se i ftoj sponzort, sa ma shumë më na përkra. Sportit pas sponzor nuk mundet, na përkra ministria, nuk mujna me thonë që jo, na përkra ministria, po sponzort janë të mirë se ardhur. Për shambull, tash kryetari jonë ka bo bashkëpunim me Liri, që është kompania me madhe këtune karameleve, çokoladave, edhe ka qenë Liri një që fëmiton një shumë mirë, që i ka dhuratat vogla, mandej ka qenë Ice Power krema që për lëndime që janë, ka qenë Aliqka i print që i ka printu këtë banerat, edhe uj alkalin, do më thonë, i kina disa mini sponsor të vogël, po na vynë sponsor pak ma të mëdhaj që më u zhvillu pak ma shumë. Vullneti jonë, vullneti i kryetarit e cile e përshëndes shumë është shkombir ma qastena, vullneti tina është jashtëzakonisht i madhë, po dhe vullneti i trajnerave, i selektoreve, do më thonë, se cili prej neve e dënë këtë sport shumë. Për që ata jena këtë ku jena, e dojmë shumë, e respektojmë shumë njëni tjetrin, punën mos të flasëm, kena bashkëpunime, raportet janë tepër të mira me njëni tjetrin. Edhe një mesazh për fund për të gjitha gjimnastet e tua, gjithashtu dhe të gjithë Kosovës, edhe normal shpresojmë shumë që këto suksese mos të ndalen asnjëherë, edhe të jenë gjithmonë në vazhdimsi. Kërkoj spari nga prind, që me i sjell fëmin, si ta shohin që fëmija i ti ka aftësi për këtë sport, mos me hezitu, pa marë parasysh në cilat klube në Kosovë, ku do që të ka, me i sjell, kërkoj nga gjimnastet me u respektu shumë trajnerat, se trajnerat, gjimnastat, sportistat i dojnë shumë, edhe normal, ndo njëherë edhe i kritikojna, po i dojna shumë, me punu sa ma shumë, mos me mendu asë njëherë që na kena diçka kundër tyne, edhe nuk kam diçka ma shumë. Faleminderit shumë. Hira, a kemi thonë të diçka? A kemi thonë shikuese faleminderit që më keni këshyrë? Faleminderit. Faleminderit shumë Hira që ke qenë sot me neve këto. Kënaqësimet pas një bukuroshe të vogël dhe shumë të suksesshme në këtë moshë kaq të hershme. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit shumë edhe për juve. Shpresoj herave tjera me ardhë dhe me na përcjell kampionatin. Me shpresoj shumë dhe shpresoj që atëherë kur të vijone me apet Hira në të gjitha disiplinat me marrë vendin e parë, apo? Po. Faleminderit shumë.